Harrova se po më vojnë syt, kur të pash pa pritur dit, ishe ti që të kam arru, s'kam besu. Për një qa zemra filloj të më rap, me ty kisha hit gjyna, ishe mbyllur vellë në shpirt, se kam dit. Mbroma pra të dashur miq, ja ku jemi dhe sot qeshse për të qeshërosh me mua Silvana, si çdo të shtunë tjetër, vetëm në ekranin e Fax News. Me mua sonte janë 3 këngëtarë, do thoni ju, a din ta bëjnë për qeshur këta sonte? Unë kam një besim shumë të madh tek Jessica Ndoj. Jessica Ndoj, ku jeti që i mungon ekranin? Pse s'të shohim më nëpër intervista? Përshëndetje një herë. Përshëndetje ty, faleminderit. Unë në fakt kam kohë që jam shmangur nga intervistat, sepse kam dhënë shumë show dhe s'kam marrë gjë për vetë. Vërtet. Por gjithsesi në rastin konkret me ty, jam shumë e lumtur dhe kot nuk kemi shoqë. Është vërtet, ne kemi shumë vite që njemi dhe unë falenderoj shumë. Arban Vidrica. Shumë mbiemri? Unë i ngatroj gjithmonë emrat dhe mbiemrat, kështu që të kërkoj ndjes dhe pse ne jemi miq. Faleminderit ty. Ek martel. Pastaj jam analisë për ti. Se i banalën, s'ka shot s'mo. Shikoj që di. Ja, më herë, do ku është që moment më në dhjet. Hajde. Faleminderit që pranove ftesën edhe që jeve mua sot. Faleminderit shumë Silvana. Ti do na këndosh sot, ha? Patjetër. Faleminderit për kokën hyrëse dhe do vazhdojmë më tej së bashku. Më do të falenderoj shumë për ftesën. Faleminderit. Suksesin në mision. Faleminderit. Faleminderit shumë. Do prezantoj krahun tim të majt. Unë zakonisht gjithmonë, kjo që ka djata. Se bëra Kastilës, po përshtatës. Edhe pse e thashtë, sepse m'akuzojnë gjithmonë që ti e djatës. Në të vërtetë unë jam, dita këndosh këngën e Sali Berishës? Mos më thuaj se gjithë artistët përgjithësi që thonë. Gjithë e din. E di? Do na këndosh një refren? Gjithë. Një pjesë saj. Po tani janë 2 mos gaboj. Hajde, atë që di ti. Moj Lulia. E Me pisha në tropoj të Sali Berishë. Ja, me neve gen deda. Faleminderit ty, ti më the që ke një Është këngë edhe tre. tjetra për shembull. O, po qanë zemra për demokracie, për Sali Berishën me malësor të tije, o për Sali Berishën me malësor të tije. Lenar Bani Më the që po bën një këngë tre. Po, më thonë drejtë nuk na dela zoni për nuk Është bashkëpunim apo Arban, po na leva. A është për qeshur kjo emisioni? Po. Të problem ka këngëtarët live, që s'len me fol. Se kemi muhabetin muzik Ne live. dim vetëm me kënon. Unë edhe një shoku im një Ronaldo na vetëm dim me kënon. Me fol nuk dim. Kështu që mos na shtini me fol, ne vetëm na shtini. Edhe ky shoku im Genti këtu ditë këndoj shumë Okej. mirë. A Genti ne mund t'ju hapim dhe sfidë atyre, edhe unë këndoj. Këndoj në mënyrën time, jo si jam këngëtar. Unë gjeti s'dim me fol shumë, na dim vesh me kënon. Kështu që mos na mundoni shumë. Ti aq shumë je të folur. Ne po flisim për këngën e re të Gentit. E ke bashkëpunim apo do na vish vetëm? Kënga e re është vetëm. Besoj shumë shpejt do dali, është një balad. Është këngë e realizuar në studion Freaks Entertainment. Është një studio ku unë bashkë me mikun tim Destro, që është dhe DJ shumë me emër dhe është një orkestrues shumë i mirë. Ne bashkëpunojmë bashkë dhe realizojmë sjellin projekte. A mund ta kemi Jo një vetëm për refren veten saj? tonë, po edhe për Albanin. Sigurisht, mund ta kemi një refren saj? Qka i bona zemrës tane, që prej meje është largu, a mos ndoshta fati s'deshti, me konon në krate tu. Fjalë ti ke shumë duar trokitet jo. Okej, po normal që do. Cila do ishte kënga juaj
në një dasëm që përfundon një jo fort mirë, nga këto tipiket shqiptarëve që zihen për rrallën, për ku na ule, pse na ule, ne nuk flasim me dajat me tezët. Cila ishte kënga që? Po, që do ishte për ta mbyllur atë dasmën, po. Ajo kënga do ishte çka na bone, pse na mbyll dhe është një këngë shumë e bukur realisht. Edhe mendoj që ato mund të ishte një më e duhur që ta kënosh. Po një këngë jote Xhes? E duhur, Po. por që të Po përfundonte në shef. që mos zi, jo që mos të zish. Jo, që të përfundonte thanë. Jo kjo. Jo, që ta mbyll dhe Ta mbaroj mbyll dasma zi me ngjushta. ma atë këngë, po. Po ato dasma që shkam shkuar në skanov, vasir që të Këto këngë e mia në fakt i kam shkruar çik si pikante. Jo, ti është për shemb. Po të mia do të thënë gradi jo do ishte hëngër si mace me milion. Sa Jo, ti a ke? isha në një natën e vitit të ri, domethënë, një mbrëmje dhe ishte pak si familjare. Dhe po këndoja dhe isha përballë një tavoline. Dhe në një moment kthej kokën kështu, ku shikoj gruaja kishte marrë një facolete jo kishte përballë. Edhe aty u shkut fare kënga, nuk ndoshta do të më nga sikletës. Në fakt, për hir të vërtetës për ato gratë që janë pak xhelozës, besoj që duhet ta trasin Xhesi. Ë? Jo, në fakt e kanë këtë mendimin kështu, domethënë, por më beso se kur kam ato kontaktin fizikisht, domethënë me sy, me që flas, domethënë janë dashuron gratë më shumë se sa meshkujt. A ndoshta do të ngacmojnë në tilla evente? Komplimente, por ngacmimi nuk e di për çfarë ke fjala, se unë jam i çike padjellësuar kështu. Ja, për shumë njëri nga kameramanët e mi sot unë nuk do t'jem Për përballë meshkujt? Xhesit, po për Mu do më bëj çudi nëse s'm ngacmon njëri në fakt se. Ashtu? Do më bën përshtypje në fakt. Jam mësuar kështu. ti Genti, një këngë jotja tipike nga ato që mbyll sherrët. Me mbyll sherrët. Po. O jena gzu, jena bo me fluturu. Edhe për cilin ta fluturojnë gjithë. Ai ta mbylli me të mirë. Nëse nuk do ishit këngëtar, një profesioni juaj i dytë. Jo këngëtar. Unë do kisha pas shumë dëshirë që të isha polic. As si fije respekti s'ka për ty. Janë të mirë, ma. Shumë. Ja, Mos do isha kombëtar, atë profesion do kisha zgjidhur. janë vërtet të mirë. Ti Xhesi çfarë profesioni do bëhesh? Unë e kam, në fakt. Se në gjithë, se kime respekt. Unë nuk i përshëndes hiç vëlla, me Po, thënë i drejtën, se përshëndetem se gjithë ato Lazar gjoba Grobli që na- ne i marrim, unë i paguaj. Po dhe ne i pagujmë, se bëjmë ne punën e vetë, jemi gjithë i shpiktorë ndaj pagujmë, policisë, po Madje unë i nuk kam e majt janë një me ta, se ka zonë i natë në rrugë dhe Zero. i tham një bajquni që u kam përshtojt të emisioni si ka. Me interes kjo punë. Ja, për shembull policit, shikoj videon që kanë folë Por mirë po për ju. ju, për ju, ha pra. E duke më fut mu. Si kishte Ja, po, jo, Ta po. se dalë kishte si emigratë. vanën, shikoj çka ka thënë. Jo, unë nisa nga një batute Zemër Bokut që e kisha aktor, atë për na tregonte një histori me një laçar. Tha, sa e mori veshta që unë isha polis, tha direkt nuk kam fije respekt për ty. Profesioni jot, përveç se këngëtare, s'kush do Unë ishte? kam fakt një ndër profesionet e mia më të parat, make-up artist, që sot kam dhe dyqanin fizikisht, edhe normalisht Shefti, kur të kesh të i Është- dasëm kështu mund të çosh. është profesioni i dytë, domethënë muzika, pavarësisht se mirë e keq 17 vite u bën. Do e bëje ti policën? Do më shkonte, por jam zemër mirë unë edhe kam frikë se do i falsha gjithë. Një policë me forma njeri të human. Xhesit. U të drejtën s'kam nevoj me tu se kam pashur të time, por... Ishte Polica? Marukire, po Marukire, flisim për ah, make-up, okay, për që thaj kur t'kesh në okay, se në që. Edhe, më mirë... Tashi, me gjëra mua beti, fshni qik djerë se si e bo mu të fare. Hajde një gëzuar, je? Hajde Tash e një gëzuar për nusën tënde, shpresoj Faleminderit, ketë shumë punë, faleminderit, gëzuar shumë faleminderit. Genti profesioni jot nëse nuk do ishe këngëtar. Profesioni im, futbollist ose pilot. Do bëje lek shumë fakt në futbollist. Ose do vrisja në i gjuhë, në i kam, në i kështu dhe. Pse me Si si lek tipike pastaj. shqiptarëve S'ka gjë kjo se do Xhesi, ja do gjën e jesh- keq. Jo, e kam provu pra ne. E ke provuar? Ke luajtur Sigurimi futboll? do jetë shumë i lartë. Për të shpërbler. Po, ideja është që mos vritesh para se të bëhesh futbollist me emër. Mos bish nga avioni, se do shpa problem. Aty te avioni pastaj është muhabet tjetër. Po e kështu. Që po thoshe? Si për shembull. Ose është efekti i zjarrit ose i verës, po më dukeni si gjithë ta. Po unë e piva këtë. Bravo.
Gjesi, nëse do bëj një këngë në Shqipëri, është e lehtë bësh një këngë dhe një klip, pra ka kosto shumë të madhe? Në Shqipëri pak klipi për gjitha që kështu paka shumë. Mbarë se sa buxhet do me harxuar e para, e dyta ç'a kërkon atë klip. Klipet fillojnë nga këto më të liri, domethënë. Një ndër klipet që kam bërë, unë ka qenë 12. 12.000 euro. Pra për ata që si kanë aq lek, E bëjnë çik më lirë edhe kaq. Shumë e thjeshtë. Arban, nëse ti do ta bëje një videoklip 12.000 euro, 20.000 euro, Patjetër. pra ka benefite të bësh një videoklip tillë? Nëse do kisha sponsor, normal që do bëja. Jo, s'ka të bëj kjo. Po. Jo, s'ka të bëj me sponsor, absolutisht. Tu nuk jam dakord me ty. Okej, ti si dakord, po nuk mendim. E kupton, për çfarë punon ti? Për të bërë këngë vetë, pra se për patë sponsor mund ta nisi dikush. Mund ta bësh tash. Po, patjetër që e bën. Okej. E kam bërë në Gjesi para 13 vjetësh, e kam bërë më shumë se 12.000 me euro. Kallashën e kam bërë 15.000, po e nxori lekët vet. Unë po flas të investosh në një projekt që ti e di se ç'a merr, okay? Unë kam bërë dhe klipin para disa muajve 6.000 euro, 7.000 euro më ka shku dhe nuk kam nxjerr as lekë. Po do të nezi ty ai klip 20.000 euro. Po sepse di se 20.000 euro. Jo, absolutisht. Di se tematika domethënë që është normalisht që e di sa Nuk sigurt. më tezin gjitha këngët tash. Jo, normalisht duket se çka kam bërë domethënë. Duken dy këngë që kam investuar, të dyja këngë kanë ecur, dhe unë pak a shumë nga ato dy këngë njihem. Normal. Unë kam bërë disa këngë, kam bërë disa këngë tjera, por nuk ka të bëj fare domethënë sponsor, okay? Ajo është plus, është një benefit plus. Por që nuk ka të bëj fare. Se varet edhe nga ekonomia, mbase nuk i ke ekonominë të bësh 20.000 euro klip. Shumë ta kemi, për shembull se ne nuk kemi. Okej, si ke, jam shumë dakord. Nuk e ke, nuk po flas se duhet i kesh patjetër që të bësh, okay? Po ti ke kaq vite karrierë. Sa vite ke? U boni çik për ton. E po s'ke nuk e bë lek bësh një videoklip 20.000 euro që të arrisësh emrin tënd më shumë? Po ajo është normale më që po ja nuk nezi ai klipi si do ja bësh. Shumë mirë, s'nez. Nuk shumë shpresat njeriu. Keni një kimi shumë keqe jo të dy bashkë. Jo, absolutisht. Kem prej aty do ta bëj një video. Ne kemi shumë të mirë, po ti urrasë ti me punës edhe po. Aleni më agentin, ka mund si më të folim ose ka. Hajde gjuar për sponsorat gjenerale. Ja, unë po bëj emisionin pas një sponsor. Për shkak sponsor kam këtë shokun tim regjisorin dhe vetën time. Do s'ka asgjë të keqe për ta bërë. Pra dhe kjo ka një kosto goxha sigurisht. Normal që po. Pra. Të përshëndes o Marius, faleminderit për gjithë mbështetjen që ti bën gjithmonë për mua agenti. Ti do ta bëje 20.000 euro? 20.000 euro klipin. Po. Do ta bëje. Sigurisht do ta bëje. Patjetër se do ta bëj. Sa benefite 30, po ideja është pakën për mendimin tim e do një farë studimi ku je si artist e para punës dhe qa mendon se do arrish në të ardhmen, ku aspiron të sjell ai projekt që do bësh. Sa lekë ke sot në xhep? Sot në xhep tash? Po. 200 lekë. Sa shi s'ka më si lekë, kam portofolin atje. Unë s'para bëjt me vitë. Ajo ndodh shpesh që të ngelin në pasin lekë në xhep? Po, ja na tregon. Ja tash rasti konkret pra. Pa lekimin në këtë moment. Kur të marrim punë, tregën të na japësh se na ke ftuar. Unë dua një rast konkret për gjithë ata që na shikojnë dhe të qeshin pas se na ndodh kemi në një kafe pas një lekë se kemi atë. Po për çfarë kemi shoqëri? Në moment që kelesh pa lekë, është shoqërinë dhe ata kryjnë punë. Hajde, Gjes na thuaj ti një rast. Një rast kam qenë jashtë, domethënë do dërgosha një personin tim, familjarin tim në aeroport. Janë këto telepasat që paguan domethënë dhe unë dola gjithmonë pa portofol. E mbaj mend kam pas gocën e vogël, të them kam qenë kështu, kam pas gocën me gji. Kush e kupton. Edhe e lash domethënë me mami dhe po çosha te pjesëtarin tim familjes në aeroport, s'kishte ardhur për të më parë normalisht, s'kishte lindur. Edhe kur shkoj aty unë s'kisha as si lek me vete. Në Itali kujt më i thonë, e kupton? Është vërtet. Edhe zbres në tokë edhe ishte një zotëri mbas me i thënë, të lutem, i thënë, 1 euro gjysmë diçka e tillë, thash, kështu i thash, kam lek me vete, i thash edhe, po shikoj veten gjatë gjithë kohës kështu s'm fal për çfarë isha bërë gjithë qumësh. Se kisha shumë minuta që prisja, se kisha ditë çikër rrugë, kupton? Edhe më bëri një nder që kështu kemi ngelur. Por kemi ngelur dhe seriozisht, se kjo është harrezë dhe kjo mund t'i ndodhi gjithkujt, por jemi njerëz, sepse halla gjëra që mund të kemi, ka faza që jemi edhe pa punë. Kush e din. Dhe pëlqen shumë që e ka që drejt, sepse zakonisht ndodhet që kur i kam pyet në kam ekran, qenë diku lart, kam rënë sepse jo puna, jo hallë, ndonjëherë kemi edhe streset tona, gjëra ndonjëherë na vjen që edhe s'na vjet punojmë fare, kupton? E kemi punën thjesht nuk du, mbyllim atë botën tonë dhe nuk na pëlqen asnjë gjë, kupton? Që kështu kemi ngelur. Arban ty të ndodh?
Po më ka ndodhë. Normal që Në ndodhë. s'ken për të qeshur kështu? Për qeshur, Po. thënë drejtën në... Po, s'ka lë serios, dhe deri tash ishe energjia e grupit. Ha, nuk të shkon. Okej. Hajde. Njëherë një jetën time më ka hu portofoli me gjithë lekë. Në atë moment jam mërzit shumë të thënë drejtën edhe aty kam ndodhë që kam ngel pa lekë. Po kam ngel edhe rastet tjera, por në shoqënia që kur ngelim i thasim në telefon edhe... Një këngë lidhe me lekun. Ha? Një këngë shpejt. Lidhe me lekun. Hargjoj e pa Me hargju më se e bajtë se ata të Në qa këngë do ta përshëndesësh sot, sepse unë e di që ti ke ardhur bashkë me pjesëtarët e të grupit edhe unë të falenderoj shumë vërtet ty shumë, por edhe ata gjithashtu. Ti mund t'i thuash emrat sepse unë nuk di. Unë festimin edhe Bertin i përshëndes shumë. Ja, ne i Falenderoj përshëndesim shumë. Në qa do na Unë përshëndesësh sot? me një këngë patriotike. Okej, shumë mirë. Ajo të përshtatet. Hajde ma isla. O maricik, oh majtel bajata, shkurito i bagi moj, logit e gjata. O shkurito i bagi moj, logit e gjata, rashti fillon, osa duke të qata. Jetu ke qapa, moj në gjani pëllove, ti shot sejat, ka ti o kave love bre. O djalaj dode, s'ka me t'i ka nësue, si se konja, janë o bërmue. O si se kone bajja janë o bërmue, pra ke po të sot, ki ka nësu bre. Ode Gjesi. Je pra ke po të sot, ki ka nësue, karta në bakti, beti ki bitue. O me ta que o mojnë coni një peshe, s'ma ta kush me këtë jara njëshe. E s'ma ta kush me këtë jara njëshe, kojnë e vogën e vogën të shpeshte. O kojnë e vogën e vogën të shpeshte, të falë me një qikur, më në të kesh bre. E bombe i kur, po në kur keshe. O, me ka me bon jeto, e hajo me ty o me vdek anjo he. E di se qef Gjesi Zara, gjithë i natë, gjithë kështu, ba. Jo më Jason, na na shok një dhe na kolekt vjetë. Shoh me i natë se këndon bukur. Qa këngë do i këndoj Gjesi këtë moment? Që është me nerva? Një A pjesë. e din sa shumë të tua, a e di, a e di. Pa ty jetën nuk e dua, a e di, a e di. A e din sa shumë të dua, a e di, a e
Bravo, pra të njohë zemë shumë. Genti pse shqiptarët e kanë gjithmonë vështirë për këtë një fjalë të mirë. Pra nëse pyesin për Gentin do thonë 500 zeza dhe jo një të mirë. Supozohet, gjithmonë jo për ty konkretisht. Po se shqiptarët s'kanë qef ta shohin një tjetrin më lart se vetë, ja, dhe Nuk kemi neve ne jemi një popull po për na krahas. thosh një fjalë të mirë ne marrim për kot pastaj. Një kompliment që do i bëje Jessica Ndoj sot. Jessica Ndoja do thosha një vajzë shumë fine, shumë e bukur, shumë fine. Syren e Gjesit. Gjesi e madhe. Mirësi në kam. Pse shqiptarët nuk kanë kurrë një fjalë të mirë? Siç e tha Genti që s'duhet me të pa mirë sigurisht, por jam paragjykues mbi gjitha. Në sy, kur kanë në interes ta thonë fjalën e mirë, pas krave, kanë ato të këqijat. Por prapë se prapë unë kam një gjë që kur ta thot dikush përballë, mbas shpina aty të rinë. Okej, kanë çfarë shohin, por gjithsesi janë prapë mbrapa. Tek ty kanë çfarë shohin edhe mbrapa gjithmonë. Po vetë me kisha, kanë çfarë shikojnë, po aty të rinë mbrapa. Është vërtet arban se ti më bulën. Se shqiptarët. Realisht unë kam një bluzë që e kam me gisht kështu nga mrapa, edhe kush flet për mua nga mrapa, blesh një kolega ime më ka kap shumë ja ama bluzën nuk ja jap. Se e kam bën me porosi, apo ta? Ai që flet kesh pasfije. Ja, gishti da të thot. Genti ti do ta përshëndesësh me diçka sot? Po, pse jo? Dorëzoje mikrofonin, se Pa ke tjetër. privat sot. Mikrofonin me len. Do ju përshëndes me këngën time të re që kam bërë për Pukën, Okej, hajde. për origjinën time. Hajde Puka. La. Jo me Tupac në bit. Valle rrugove bëja. Hajde. E di qa? Do e bësh sol fare se s'jam mirë me zot. Sa ka nis me ratu pani fylli qiftelia I ka nis vale pukjani nga të pjesht e mija Kurit që janë kësa jane mu me lartë papijan Shtru me qisë prem pukjane sa herë punë ka me ta O këto tjenë të Pukës, vise se të burnis Me këto vajzat bukëra, valën e kanë nis O këto tjenë të Pukës, vise se të burnis Me këto vajzat bukëra, valën e kanë nis I përshëndesit të gjithë pukjatët të janë. Zoti vetë këtu ka bukur, Pukën tonë e ka qenis Në këto pjeshk bulu me por, këtu leu mreti qiftenis Në dushte për frikovonin, pulshon t'ili drit vive Kur pra javiri pukjanit, s'marte t'i këtu me kanele O këto tjemë të Pukës, vise se të burnis Me këto vajzat bukëra, valën e kanë nis O këto tjemë të Pukës, vise se të burnis Me këto vajzat bukëra, o valën e kanë nis Jemi rikthyer sërish pas një hapësire publicitare. Shpresoj të keni marrë frymë pas gjithë asaj këngë Genti. Faleminderit shumë, ishte një këngë super e bukur. Faleminderit shumë, faleminderit. Genti, një nga ato këngët e tua që ti kur këndon diku merr shumë lek, por që nuk t'jep emocion për ta kënduar.
Dridhe me Nuk ka, bajan. nuk e di atë. Them që nuk ka asnjë këngë që nëse merr shumë lek dhe s'jep emocion, s'ka shans. Ket Jo. një këngë që njerëzit ti emocionoj dhe të hedhin para, po ty mos të emocionoj, nuk e di. Unë personalisht çdo këngë që e kënoj e përjetoj. E përjetoj. Edhe nëse nuk më pëlqen shumë prap se prap e përjetoj. Sidomos kur hidhet legu. E interpretoj është- tamam, është sidomos kur përjetimi. hidhet dhe legu pastaj që vjen vetë ajo. Që Arbani, ka i këngë Arban? Keti një këngë? Të cilën? Që ti fiton shumë lek kur e këndon, po Po. me thonë drejta se këno më shpirt. Jo, gjitha këngë që i kënej më shpirt edhe në dashuri, thonë drejtë. Po? Edhe gjitha këngë i du edhe i dashuroj. Mirë, jemi në një moment që ne kemi mundësinë së cili për t'i bërë pyetje njëri tjetrit. Qa pyetje do t'i bëje ti Jessicës sot? Jessica, cilë është momenti më i sikletshëm në jetën tatë për sa i përket punës? Në moment punë. Ka ardhur me lapsu me letër Jessicë, Po, ha? po. Është përgatit për sot, Ta është? dia Po, kisha bëj bash bisedim me ChatGPT. Ja i sekondë se ta Momenti sikletshëm, kur jam brëzuar. Një rëzu. Ka qenë dy në fakt, dy momente. Një moment ka qenë kur jam brëzuar, edhe pastaj më shkruan dikur që gjunofi që s'më ke kthyer asnjë përgjigje, thuaj shkonës. Në momenti tjetër ka qenë në një diskotekë në Gjermani, ku realisht kisha një mirëditor përballë e njohta që ishte, ai thash shqiptari joni kështu, dhe u kënaqa kur e pash. Ke parasysh ku të duket një person i afërt, nuk e njeh, apo thjesht e njeh në distancë, edhe që ishte dikush. Pikërisht ai u çu vipi sipër bindës dhe më hoqi fund. Okej, jo gjithë, po ma uli deku. Po isha blinduar mirë. E kishe marrë Sa masë. momente sikletshme, por që Një pyetje për Gentin e ke Jesse? Për çaj e kurioze. Ne duam një nga ato pyetje ta vësh pak me shpatlla për muri, jo? Pa kompozit. Se kam kollajun edhe s'kthej fare. jo. Pastaj që japim dënim neve. neve. Shocë me na gjë për to. Jo, e kemi me përgjigjes dënime gjithmonë. Me Nëse nuk dënime, përgjigjet, po. Unë fakt nuk është sa një Gentin shumë që t'i bëj ndonjë pyetje. Ky është qëllimi, nga që ti nuk e njeh për ta zbuluar diçka që ti mendon që Ne duhet. kisha për ta një kisha zbuluar. ngacmuar një çik. Mos kam pyetje të vështira. Nëse kalon ai gjë tjetër sa ta mendoj një. Jo, herë, se do t'i Genti bëj ti gjë një kështu, pyetje për gjë pak pikante. Arbanin. për Arbanin. Si jo njihen. Arban. Arban mos e kena vënë pikë. Është për pyetje ky. Ku e sheh veten tënde pas 5 vitesh? Në shofën vetën time pas e zhvitesh. Inshallah jemi shnoshë mirë, Shnoshë mirë, po. kjo ka rëndësi. Edhe unë duhet që kur mos gjitën maje, vetëm rritu në gjitë gjithë kohës, se tu devlën maje krejve punë. Vësh kam dëshirë gjithë kohës, vështë në tu në gjitë la. Aty shoh vetën gjithë punë, vështë tu hip shkallë rëpilë. Po ma konkretisht për shembull, Ma konkretisht. ku do aspiroje ti domethënë ti ishe? Kështu që jam shumë mirë, më thonë drejtën, e ndjej veten shumë mirë, por gjatë kohës dhe gjatë jetës jemi të shku drejt suksesit, i falenderoj gjithë shqiptarë kudo që ndodhen që më ftojnë dhe më përkrahin, edhe me qëra rastin që së Patjetër. i përshëndes përzemërisht kudo që ndodhen dhe i falenderoj nga zemra. Meritoni do të trokitë. Të Jesse bandove pyetje për Gentin? Jo, si fare për moderim. Se jam fare për pyetje për kështu. Jo, Po më bën pyetje unë i përgjigjem. u Genti mund t'ja bësh ti një? Mund të më bësh Besoj pyetje, se i jap Se kam pak siklet i vej njerëzit në pozita në që siklet. Po edhe unë se di kështu. Arban marr pashkë. Po shikoj vetëm pas 5 vitesh. E shikoj me ide qartë në fakt. Të kemi familje akoma më të madhe, edhe të kemi edhe një 2 kalamaj. Edhe 2 kalama e tjera. Se një e kam. Inshallah ti fal Zotit e tre. Amen, inshallah, amen. A duhet një këngëtar Sepse në disa gjëra i kam arritur një që kështu nuk është se pretendoj në gjë tjetër. Pjesa ka rjesë është çështje fati, por që mundohemi. Në më thënë lëndën bazë kevi, Jesse është e dashuruar. Jo. Jo? Jo. Ku? Ku e shikoj, jo çfarë kam. Inshallah për pjekë Zotit na fak më qit. Faleminderit. Do të marrësh për komentar dasëm. Do të Jo, marrësh jo, për nuk komentar. do bëj dasëm. Nuk do të dasëm. Ti ke mirë, se vesh na afto psikolog, ne vim gjithë edhe këtu.
Të del dasmë pa lek. A duhet një këngëtar shqiptar të këndojë gjitha zhanrat për të mbijetuar tregun? Po, duhet. Unë jam në ata që i knej gjitha me thonë drejten, ka dhe është i madhe Zot e falenderoj Zotin. Gjitha i knej. Normal që duhet që të rish në treg, duhet mi di gjitha, jo vetëm ta marrë që mi Zotin. Pavarësisht se unë jam gjithmonë që ftona vetëm zonës Tropojës, por unë jam që i thonë universal. Ti ke këndu një këngë për Nika e Mërturin, unë jam vetë nga Nika e Mërturin. A do na këndosh një pjesë saj? Patjetër. Po, shef. Se na faq shpirt, po ne nga Nika e Mërturin jemi pak qefli. Këteni gjojmë në kënësi. Jam anetem, e kam prej kurit, o rikë në i kam e një, Nika i Mërturit, o në të modem, për një drijem, o kërri në mora, e pa u shkrijem. O atje ndryshe, krejton tjedi, o plotërojnë du, e në prej qedi, e ku janë atë, e ku janë brizet, Nika i Mërtur, zemra t'dizet. Nika i Mërtur, e rritet e dulja për mi bur. Nika i Mërtur, dera edhe pesa, jo nuk shuhet por. Nika i Mërtur, dera pesa shuhet por. Nika i Mërtur, dera edhe pesa, jo nuk shuhet por. Bashkëpunimet, do përgjigjem në gjithë dhe bëjmë një bisede. Bashkëpunimet në Shqipëri bëhen për art apo për klikime? Për klikime. Sa e drejtë. Për klikime 95%, 5% po qene i këngë e bukur. Për klikime sigurisht, sepse unë mendoj që përveç asaj që thonë jo po e kena pasion muzikën, kështu më beso se është biznes. Biznes e gjitha. Unë për vetën time e kam nisur për biznes. Flasë realitetin. S'kam për shkollë muzike, nuk jam ne këngëtare kështu, qa kam dëgjuar nuk jam keq, por nuk jam mirë, por gjithsesi, unë e kam nisë për biznes. E kam nisë nga halli, kështu nuk jam kështu. Shumë një bashkëpunim ti me Arbanin mund ta bëje vetëm për klikime, sigurisht. Po, me pas një këngë të bukur, pse ose duke qenë që jemi nga zona Veriut, do na shkon të një gjë shumë e bukur në të treve. Unë di që ti ke bërë një këngë shumë bukur me ritme të Veriut. Po, e kam bërë surprizë nipit para në kusht kisha një fejes, është i ka i me dopta ai dhe ja kam kënduar, se zakonisht nuk është se këndoj këto, okej, në live normal që këngë Veriu këto këndoj po. Në këngët që kam bërë, domethënë që kam nxjerrë në treg, nuk kanë lidhje fare me këtë. Por gjithsesi më kanë thënë që shkojnë më shumë të lloj këngësh se sa këto që më bën mami. Çaj këto që këndova, më dilë ti në regji, të qesh fytyra, mendoj se Telia. Valesh po sorra që Telias. Edhe unë këti mendimi. Thellë kemi atë gjakun domethënë, sado që. Por po do shkosh, edhe në jug po shkova pas ta lëpën një këngë Ti Veriu ke është e parë pamundur. nëpër diskoteka domethënë që Sa do lloj këngësh tonë si futet valla Tropojës direkt. Gen deda një këngëtar që ti vërtet do ta doje një bashkëpunimet. Përveç Aurela Gaçës, ma që e dim se ke punuar e ke. Nuk di qa them. E di pse po mendohem ka gjatë, sepse e karriera ime ka nisur me muzikën e lehtë. Që është shumë i vogël, që 6 vjeç. Dhe vitet e fundit, pastaj kam kaluar edhe tek muzika popullore, e cila po them që ka lindur pak edhe nga nevoja e punës që kërkohet dhe më shumë dhe ka edhe më shumë të ardhura për hir të vërtetës. Edhe patjetër që gjithmonë e kam dashur muzikën popullore. Është e jona, domethënë, nuk kemi jemi rritur. Jemi rritur, nuk është Gjon Gjaku, ajo është. Këngëtar, jo si këngëtar që ti do doje. Edhe po them unë, po të them për muzikën e lehtë,
patjetër do thoja Alban Skëndera, është një nga këngëtarët më ikonik në Shqipëri dhe është një nga këngëtarët që besoj është një nga këngëtarët që ka më pak hater apo them unë. E duan gjithë Albanin dhe e duan sepse është ai që është. Po nga ta popullor? Kurse nga popullorja, nuk e di, po do kisha dëshirë me Fatmira Breçanin. Hajde, po shëndesim Fatmirën fort. Fatmirë, merre parasysh Fatmirë, ti gjesi me këtë do i bashkëpunim. Të cilët nga S'ka rëndësi zhanri. Një këngëtar që ti të dha mundësia do ta bësh të bashkëpunim. s'është se kam menduar ndonjë këngëtar, domethënë që të më ngelet kështu, se edhe nuk i kam hyrë në fakt, se po të kisha hyrë e kisha realizuar. Patjetër. Por që ndonjë bashkëpunim nga veriu do kisha dashur shumë në drejtën. Hajde, me zë bekë. E kam. E ke me zë? Po, e kam që kështu. Nuk desha ta tregoj. Ti Arban Plasër, se të ti kam besim. Mos më thuj Ne lidhjen dy jena pas kos, sot. ne s'pasa besim fare. Ai ikem në fakt. E gacoj Arban. Faleminderit. Realisht kam dëshirë të bëj një bashkëpunim me Ermal Fizullau. Mos gënjeve se po prisja që thoj ose Lilin ose Ronaldo. Por ata normal që i kam shok Ato i më ka të mirë. Ato e kemi Nga të mirë unë këtej për çdo natë çdo ditë me ta, kupton po. Që të bëjmë një bashkëpunim, tamam që duhet, të di se Mirë, tani unë dua nga ju, secilit nga këngët tuaj ti bëni një pjesë 10 sekonda apo si bebe, si fëmijë. Të këngës tuaj. si fëmijë. Po. Si mund të Si bëj? sa i Hajde, ka, që Armin, mos je i vazhdo. papar. Qysha. Si fëmijë, edhe ti, ndërkohë edhe ti gjente të ta. Kështu do të. Që s'na vunin ciklet kjo tash. Unë e kam këtu faktikisht të këngën, është kënga imja që e kam këtu dhe dëkne tash. Qingji vogël rinë me ndushë bebe Ja, kjo është nga jote. Po kjo tha kënoj si bebe, do po kënoj si bebe. Jo, si Po bëj thash këngën një nga tënde. këngët tua. Okej. Ti ke mërtuar që si këngën. Hajt tashti, gajle moski. Hajt që të cilët bota, ka me të këthy. Hajt tashti. Vajza ime Klea, s'mu në thot do të në gjyra e kuqeve që apo gjyra tuqe. Ja, urdo ti tani e ke rrallën për më këtu si bebe. A, mon mërbu. Po, ja këtu është emision për të qeshur, vlla. Po, mëra. Arban mos dhe. Jo, unë s'jam Po, do ka si bebe tani kështu. Jo, si beba. Ta mërë ti bao, vazhdo. Ti të qeshë si ke mërë. Ke lutë edhe beli. Preksa për të mirë i thonë në Alega Trapuja. Blen në rol. Preksa për të mirë i thonë në Alega Trapuja. Po, a tha ta pëjmë si Pak bet do të pra. ndryshoni gjëti ose Jo, kjo është pite këtu, atë mërë pak të mërë. ndonjë gjë kështu. Po cilën të knojnë dhe shqipë. Po, zot. Unë s'jam farë për kështu. Qa bebe shamë. Hajde, gjente. Do boja të të puke, se besoj shkon më Po, shumë. boje. Po, bet, gangster. Smera tu pani. Po, fëllë, bravo, Hajde, Gjesi. Hajde, Gjesi. Unë qatë këndoj se mirë. Këto këngë të mija s'kupton mi këndu mirë. S'ka nevoj, vetëm shajti. Kam ditë qoqet mirë, biç, mos më hajde ndapa. Kam ditë qoqet mirë, biç, Ku ishte goca e vogël nuk e thotë viç se të ditë, vetë kam ditë qoqet mirë, biç. Kalon me hapësi publicitare, kthehemi sërish. O, zot. Kam marrë pytë shoqtin, qka po vin, bukur ose të veç për mu, po në ta volin. S'ka mo mirë, veç për mu, po në njona, e pas ka parë zoti, vetona, e ma në sirjona, gocat ka tirona, hajde gocet rina, jam djanë nga Prishtina, e ma në sirjona,
po malon si Liliana, goca Latinona, ah, tu na marona, e Simona Chiloina. Arban, kur këndon më mirë ti vlla? Kur je top apo kur je në emocionet e dashurisë? Realisht, unë nuk pi për veti, më Sa të nuk drejtën. shka hiç serioziteti ku. Të drejtën, pas e pive i gotë, nuk e kja atë adrenalinën e muzikës, e ke parasysh? Si këndon ti kur je top? Unë s'm ka rastis me qenë një herë tap për të kënu. As ti se pranon kur. Improviziv, Jo, realisht, jo, ka më që pim, po realisht, unë jam ma happy kur pi pak edhe atmosfera në maksimum. Me kash nuk që më të në flasë, do një me të në flasë. Është treguj sinqert. Po, realisht po, Është treguj pse? Ti sinqert. Gjese? Se gjithmonë, domethënë, një got, dy got, gota duhet. Po, po, se ne, si ka thonë ai, po se ne si qikë më të orrin, po në më të orrin. Domethënë, por su përgjigjet e pjesa e dashurisë, por gjithsesi po Jo, unë jam i martuar me një vajzë. E di, po ta ushtroj si pyetje me që je martuar. Po, Si reagon kur se ti punon me kolege, me Po, femra të po. bukura kështu domethënë? po. Si shmang këto ngacmimet, të provokimet, se femrat Realisht- pinë më shumë sot se sa meshkujt. realisht, unë Me që je punoj shumë martuar. në për dasma dhe në atë dasmë që unë shkoj, e quj vetën si në familje time dhe asnjëherë nuk më ka pas në këto raste. S'kam pas ngacmime të Ja, tilla. kur shkon në për Po longje. flas për Po dasmë, jo tani keq. tani edhe në ngacmojnë se mos më në ngacmojnë, Jo, si e jemi menaxhon, qenë du ta di për një burr të martuar se si e kupton se kam qef ta di ai burrim të ngacmojnë ai një ose kështu. Shef Po. është me perspektivë Gjesi. Po. Normal. E dashka dhe këngëtar, po e pas ka shtru Jo, planin. po e kam fjalën e Unë ju tham profesionet jam e i tjera. martuar edhe nuk më ngacmojnë më. Dhe kam status në i martuar dhe nuk më ngacmojnë. E kam behien nga shtëpia. Jam i martuar. nuk- Kisha edhe një pyetje për Gentin, se. Edhe Genti je i martuar, po. I martuar. I martuar, po. okej. Si e ke marrëdhënie me kalamajt, kështu me bimbat, me fëmijë, kështu. Je i dashur me fëmijë, Jashtëzakonisht shumë. vërtet? Po, po. Ti ke fëmijë? Pres. Ah, Po pse ja the me kaq delikatesë, ja, po ma trajton si gjinaf Genti gjithë këtë çon roti. Edhe këta e gacmojnë ti u gan. Po edhe na ngacmojnë. Edhe na ngacmojnë, po që si që tha dhe kolegu, Si trajtohen gjithë burrat. Si ç'po thosha? si që tha dhe kolegu, kemi atë ruaj gjithmonë atë profesionalizmin në punë, gjithmonë. A ndodh vërtet që kur jeni në për longja apo diku që këndoni ti u vën në absolutisht që siklet? po. Ndodh. Unë mendoj Ndodh, që me po ko- unë e kam shumë thjesht që ta menaxhoj situatën pa Me kolegët, Pa pas nevojë me për- kolegët për nuk tu. përzihen, sepse kalon një farë shoqërie, një farë marrëdhënie pune, domethënë dhe unë për veten time nuk e di, nuk imagjinoj dot që të kem një kontakt ndryshe përveç punës me kolegë, nuk e di pse se i quajmë duket si diçka e familjes. Por po flasim Ashtu jashtë është vërtet, jashtë është punës, vërtet. Dhe kupton? unë Nuk di. me Kalon- gjitha po flasim për kolegët, kam marrëdhënie shumë të mira dhe i kam me të vërtet shoqe, nuk i kam parë kurrë në jetën Po time mirë, mos që ma atë hish ti syrin mundësinë që për- mund biesh edhe në dashuri me një Patjetër, kolegë po ose kanë një burrat kolegë. më shumë. Për ato që janë Kjo- beqar kjo- nuk e kjo di, është- po kjo është pyetje për edhe mua. kur kam qenë beqar, nuk është se nuk kam pasur shumë marrëdhënie unë pjesën e punës e kam shumë të rëndësishme. Nuk A e merret humb me asnjëherë. muzikë Nuk e bashkëpunëtare humb jote? asnjëherë, jam shumë serioz në punë. Normal, sidomos atë. Merret me muzikë bashkë? Jo, s'merret. Jo. Muzikë është inxhinier, është inxhinier në Okej. Me ka projektuar mirë, nuk e lëfshon s'ka kollaj. se Nuk e lek të dalin nga fytyra. E di se nuk e ke pritur, e di se t'ka mërzitur fjala që ti thash.
Jeta vështet për muri, zvem fjallet e buri, thehet pesa që ta thash. Shumë ma mirë që t'ka vrejt, ta shponesh me flejt, fajlën ma mua. Vetëm nuk poj me nejt, ta shponesh me flejt, të thash nuk të dua. Jetë tua me pas mujt, veç me tha sa ka bujtur kur nda. Zoti kujt mos ja thash, mos me mujt me marr kone ka dash. Me pas mujt, veç me thash sa ka bujtur kur nda. Zoti kujt mos ja thash, mos me mujt me marr kone ka dash. Ja, po një kjo? Keni marrë edhe që keni dashur? Unë për vete po. Edhe unë për vete po. Ka dish zoti po. Si dhe Faleminderit. përkufizohet ti fjalën dashuri? Është gjëja më e bukur që ekziston, fjala dashuri. Edhe një dua të vitje për dashuri një. Rrnov dashnija, rrnov. Ti gjese si dhe përkufizohet? Nuk do shtoja në gjë më shumë përveç se dashuria njeriu në mban gjallë. Si ajo e familjes, si ajo në shoqëri, si ajo në një marrëdhënie, që kështu pa dashuri njeriu është kot. Ti do na këndosh një këngë sot për dashurinë? Jo, se s'kam rënë dashuri akoma. Akoma? Mirë. Gjen ti. Ti si përkufizon fjalën dashuri? Po dashuri është ndjenja më sublime me fjalë kështu. A ke ti një person që gjithmonë t'jep një emocion shumë fort për të bërë një këngë balad bukur? Përveç pashortës. Përveç Respektivisht gjithë jemi të Okej, martuar të okej. përveç së Xhesit. Okej, përveç bashkëshortës. Atëherë, ne si artist e gjejmë atë burimin e emocionit, ndoshta edhe në një film, edhe kur dëgjoj një këngë tjetër që më pëlqen shumë, që më jep shumë vibe, më jep shumë emocion, ajo më frymëzon për të bërë diçka. Ti Xhese ke një frymëzim tënde? Unë thjesht momenti, domethënë. Nuk është se frymëzom diçka dhe po më pëlqeu do ta bëj, s'm pëlqeu nuk e bëj dhe nuk është se frymëzom fiks në diçka konkrete. Arbani ka një anë Po, përveç bashkëshortës që më rrezikë koka, më të kesh në kokë, bë këngë. Mu më frymëzon publiku realisht. Të cilët ma kërkojnë sa herë më thonë, na bëj këngë. Ajo ndodh që të këndoni diku në një ambient, po s'merrni duar trokitje, një reagimi juaj. Unë gjithmonë ju kanë thonë dua trokitjet janë pa lek, dua trokitje se rritet të shohin kështu, kupton? I thonë dua trokitjet i kemi pa lek, kështu që dua trokitje, këta i çik humor. Ka, Shiko, unë mendoj që janë bërë shumë të shpeshta këto. Në Shqipëri e kanë këtë gjë. Kemi shumë. Edhe këto live-et ndonjëherë për hir të vërtetës me thonë edhe kot ndonjëherë. Ca live që nuk duhet ta pranojmë që nga njëherë shkojmë edhe ajt për të marrë atë pagesën, po nuk janë gjitha vendet, nuk e kanë gjitha vendet atë publikun, njerëzit që me të vërtet duan ta shijojnë. Po sepse vjen gjithmonë me telefon. Unë edhe se kuptoj, domethënë, vish të ndjekësh një performancë live, sidoqoftë, live është bërë shumë i bukur, ka shumë emocion, s'janë fare të përqendruar. Si reagon ti në një Domethënë, moment? në raste ka shumë raste që kanë dhe mungesë përqendrimi, janë në hallet veta, po them, po për çka ke ardhur kur. S'kan kulturë, me pak fjalë nuk kanë kulturë. Por me të thënë drejtën, vim pikën pastaj që do unë sikur e marr shumë personale kur shoh njerëz që kjo është në fillim gjithmonë kur fillon. Sa të ambientohen, sa të pinë dhe në gotë, e marr shumë personale, them si ka mundësi. Mundohem gjej diçka që është e vërtetë. Në një këngë që avash karikojnë, pastaj Unë ka ndodhur një javë një dasëm të rëpo ishim me datët.
edhe çu data hapi dasmën dhe gjithë dasmët tonë ishin. Do të thotë as nuk çu njëri me kcy, as në duart lokika si janë dhe knoi data programin e vet edhe çu van. Po kur si çoj data unë çu do të fjalë me çu do më ha. Fillova fillova ujë nga duart, këtu s'm kishte dalë një herë ujë nga duart nga sikleti. Edhe marrova programin tim, u lau çu data. A ju ka pru kush me zërë dasë, ma? Qani me lekcije se e nylla dasme? Përse ta nga ka dik të gjirë. Atë u qunë, më zërë, a kuptaj. Ti, të shqipe Trapojan ka dalë, vësë e dhe popull shumë qefria. Jemi, në thonë, drejtën, po se pimi gotë në shqina. Pa prit mu qu dikush, po su qu Silvana me gjetën nëse me gjesë, s'tona, pëse tona një parë, tona. Aty është sekreti. Aty është sekreti që të gjejsh atë tavolinën më allegro, të karikosh ato, po karikon ato, i karikojnë gjithë pastaj. Do me improvizoni Pak diçka. fjalë qef me zorë, me qtyme. Po, me qtyme, kur s'bëhet vetë. Do me improvizoni diçka. Jem ti më. Do këndosh një këngë që gjesin ta stresosh nëse ta kishe vënë parë. Ta stresoj? Pa, ta mërzitësh fort. E kapëm gjesin për mos Po, marrë një jo, personazh tjetër. e kam fjallin me qa ta stresoj kjo, se kjo, ma shkongtarë gjitha kongë të dënë, nuk e di me qa kongë të ta stresoj këto. Është momentet e veta, se Ah, nuk okay. dënë me një ty hiç. Ma jepi, isto. Realisht të gjestin do ta stresoja me këtë këngën. Hapi fshirë se të po bjen shi. Ja, urna, e stresova. Po do, ja gjitha dy. Genti, ti genti me çfarë do ta stresoje? Po fort, në një nga ato momente Po, që bra, do të thoshte urna. hap krahun se Te do bë, të këtë jugi më sektë tash, ja gjitha jugi, zura direkt. Me të veriut nuk ka shanse që Ja, ja, ska. Gjena i daba-daba. S'di këngë jo të bukura, nuk i mësoj. Jo, nuk e thash, gjitha këngët janë të bukura, po një këngë që ka shumë këngë që mund të stresoni për jetë për tetës. Cilën e një, ha një. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 fiksim. Po. Po pse më i pse, rapi ka ku je. E shef që më stresu direkt. E shpiku vetë, se ekziston si ka. Ekziston? Ekziston. Mos skandale që s'kam i gjune ju. Është shumë e bukur. Arban gëzuar. Ha të gëzuar më e mirë se ka pru zotë e mirë se keni ardhe. Shkof marë, zot. Sukses e mbarësi. Jemi në një moment që do të më bëni ju mua pyetje. Okej. Do ta Edhe bëj. mos më pyesni mua për burrin, Jo, fëmijët, se jam jo, bove i jo, lojë. Jo. Si me punën e Leg Varxhën shumë para? Jo, ti më mirë thuaj, a ke ndonjëherë para? Se në xhepin ti nuk rrin kurrë. Jo, unë e di që ti ke, po desha të pyes, a e harxhon? Apo e përsen, si Është e? edhe fjala ime, nuk ka asnjë lek xhepi, më është vetëm harxhon. Oj, ne i burria s'ka përvuj ka i Sa ke gjendje. Gjëja që s'do bëje kur, që e penduar tek ferma vitu. Gjëja që s'do ta bëj apo që se bëra Që s'do ta bëje, e ke bërë, po s'do ta bëje më. Domethënë që i kërëm pishmanit pak a shumë. që futa. Që u fut, domethënë Që futa. Starti. Starti që Nuk futa do e në kishe një bërë. spektakël të tillë, besoj që nuk do ta kisha bërë. qartë. Aty ndoshta ishin në kërkim të balerinave, por për fat keq unë s'kam mbaruar shkollën për balet, por për komplet gjë tjetër edhe nuk u përshtata më të tilla mbi. A do futesh në Big Brother? Ato pyetje çik për më vonë. Jo, unë si personazh Ja do futem javën tjetër. Vi nga një spektakël i tillë, pra unë kam fituar kafazin e artë në 2008, pra nuk ka qenë as Big Brother, as spektakle të tilla, por që besoj që jo. Në këtë moment jo. Ndoshta në një moment dytë nuk i dihet, por për momentin jo. Në këtë sezon besoj e ke fjalët, se këtë sezon Jo, ky sezon, në këtë moment, Okay, sepse në pjesë këtë në moment momentin mendoj që që jam e plotësuar në të gjitha aspektet e mia si profesionale, si familjare, si jetesës dhe besoj se do ishte e tepër. Të paktën për karakterin tim nuk do ta përballoja dot një vrull të tillë. Dal jashtë kornizave mia dhe për të mos ta bërë atë gjë jam rahat tu ku jam me juve. Ti do ta pranoja Arbani ftesë Big Brother? Po, pse jo? Do ta pranoj. Po.
E shef sa i keq është kur e pyeta mrapa ku jinte apo unë tha kurrë zoti i madh, ha? Gjesi E keq. kemi pak të filmin. Nuk e pranoj. Jo, pse jo? Do ta provoj, apo. Eksperiencë e mirë do ishte për mua. Çfarë do ishte gjëja që ti zë ta bëje kurrat? Mendon që zë ta bëje? Mendoj që s'do e bëja atë që e bën është te kafosi. Atë që s'do e bëja. Daj, po s'e di. Unë mendoj që ti do ta bëje më keq son. Prandaj nuk. Unë e bëra dhe fitova. Po. Ti Arban në këtë lloj kohe që është sot ti bën në hospital. Ha? Nuk i di pasaj Nina. Nik. Di ta fitoj si fitoj si dihet se. Ku ti jo ku? Gjesi ti do ta pranoj i festin? Ti lemi që surprizat për më vonë. Ua, paska për tim. Paska për tim Big Brother. Kush të intrigon më shumë, Ferma VIP apo Big Brother? Bigo? Për benefitet apo për vetë formatin? Për gjithçka. Ti gend do futesh? Mendoj se çdo njeri për benefite futet aty, se kush ka kohë të arrijë 6 muaj apo 3 muaj apo 2 muaj varet se sa kanë të caktuar, sepse Po benefitet e zeza, kush ishin benefitet për të futur te Ferma VIP përveç se dham më shumë se sa morëm? sigurisht te ferma jo, te ferma nuk e imagjinoj edhe unë, në thënë drejtën, nuk është se më ka pëlqyer fare. Por mirë bëre që i gjerën pishmani. Ti genti? Unë momentalisht nuk do futesha. Momentalisht. Jo, Jo, momentalisht. mentalisht I kam do hallët minga, thoshë do skap gole. Jo, edhe sikur të fillonte tani nga fillimi s'do futesha këtë. Mase vitin tjetër. Janë gjërat në përgatitje, paska se nuk mund të plan. Të dy paska në futesh plan tani e për tani sepse du të bësh disa përgatitje para. E di. Me intervista, me gjëra, me Që këto. do të thotë Që ne dy Gjesi? kur të shihemi në sy vitin tjetër. Shef, Arban me lapse me letër. Prandaj unë e ti nuk bëjmë performanca të Pasha, tilla. Shef? Tash Nuk jemi duke ne. ju falenderuar juve vërtet shumë, dua nga një mesazh secili nga ju për publikun që neve na ndjek. Dhe më Vallë pas do ta mbyllim me një këngë, Arban. Patjetër. Vallë parë falenderoj ty për ftesën. Faleminderit. Kënaqësi që isha sot me ju dhe turoj suksese. E Faleminderit. përshëndes edhe këtë stafin ta të mrekullueshëm, Faleminderit. edhe gjithë publiku që ndjek emisionin tonë. Faleminderit Faleminderit. shumë. Shkof marr. Dhe Mesazhi im do ishte për të gjithë shqiptarët që të jepni sa më shumë dashuri, ta duni sa më shumë njëri tjetrin, sepse asgjë s'do marrë me vete. Gjoni lek ma mos kurshteni më. A Gjoni parë me liri. Gjuni lek në për muzika sa të muni, se lirë është me gjuni. Vlerësojni sa më shumë artistët. Lëson e kongëtar, do djerës. Mesazhi im do jetë, po them unë për gjithë njerëzit që na ndjekin, që mos të heqin dorë kur asnjëherë nga ëndrat që kanë. Asnjëherë. Deri në fund. Ndoshta mesazhi im është gjithmonë ecni nga dalë sepse dikush ju pret në shtëpi. Nona është kryesori ajo që gjithmonë e keni derën hapur. Ju falenderoj shumë dhe me këngën tënde. Tuajën, këndojmë të gjithë së bashku. Patjetër. Shkojna maestro. Hajde shkoj. Hajde, Mirdita!
bani Midnica, hajde po bani, hajde. Shihemi sërish të shtunën tjetër, mos u mbesti. Mos harroni më orë, se bëhet mirë.